Edhe përpjekjet për të përdorur rrugë alternative janë të pamjaftueshme. Tubacionet që shmangin Hormuzin ofrojnë vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit të nevojshëm për të kompenzuar humbjen e madhe të furnizimit. Në tregun e gazit natyror, situata është edhe më e ndërlikuar. Një pjesë e madhe të tregtisë globale të gazit të lëngshëm kalon pikërisht përmes kësaj ngushtice. Me ndërprerjen e saj, zinxhiri global i furnizimit është vënë në presion të madh. Kapacitetet ekzistuese të transportit dhe përpunimit janë tashmë të shfrytzuara në maksimum, duke bërë pothuajse të pamundur kompenzimin e mungesave në afat të shkurtër. Ndryshe nga kriza më parshme, kjo nuk është një situatë që mund të zgjidhet vetëm përmes riorganizimit të tregut. Bëhet fjalë për një problem strukturor. Sa më gjatë të zgjas konflikti, aq më gjatë çmimet do të mbeten të larta, dhe me çmime të larta të qëndrueshme, efektet shtrihen përtej tregjeve të energjisë. Industritë që varen më shumë nga energjia, si prodhimi i kimikatave, çelikut, aluminit dhe materialeve ndërtimore, janë të parat që preken. Rritja e kostove të prodhimit përkthehet në çmime më të larta për konsumatorët, duke krijuar një efekt zinxhir në të gjithë ekonominë globale. Edhe transporti nuk mbetet i paprekur. Nga avionit e transportit detar dhe rrugor, rritja e çmimeve të karburantit ndikon drejt për drejt në kostot e lëvizjes së mallrave dhe njerëzve. Kjo çon në rritjen e çmimeve të përgjithshme dhe ngadalësim të aktivitetit ekonomik.